Ja çfarë u ndodh prindërve që nuk u flenë fëmijët natën. Kush është ai prind që të paktën një herë nuk është zgjuar në mes të natës prej të qarave të fëmijës? Së fundmi një studim australian i publikuar në revistën Pediatrics ka analizuar shëndetin e më shumë se 20.000 prindërve me fëmijë të vegjël, foshnja dhe në moshë parashkollore. 18% e fëmijëve ishin të moshës nga 0 deri në 3 vjeç dhe 14% e tyre nga 3 deri në 6 vjeç. Ata u mbajtën nën monitorim nga studiuesit e Universitetit të Melbourne, ku vëmendje më e madhe u përqendrua te ata që kishin probleme serioze me gjumin, duke arritur gjithashtu edhe në përfundime. Në të gjitha rastet kur fëmijët zgjohen natën, më keq e pëson prindi edhe më keq nëna. Te këto të fundit shfaqen shenja të përkeqësimit të shëndetit fizik si dhe gjendje të rënduara të stresit psikologjik. Sipas studimit, ka më shumë mundësi që të bien në depresion nënat me fëmijë dhe kanë vështirësi në fjetje, ndërkohë më parë mund të kenë pasur edhe probleme psikologjike.